Inovacioni teknologjik i rinisë kosovare po shënon hapa të rinj të rëndësishëm në fushën e aeronautikës dhe sistemeve pa pilot. Pas testimit të suksesshëm të dronit skifteri K1, ekipi Future Minds Academy ka paralajmëruar zhvillimin e një platforme të re ajrore, të quajtur skifteri Miga VTOL, e cila pritet të avancojë ndjeshëm misionet ajrore të tipit Swarm. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori Future Minds Academy Ridvan Aliu, i cili ka njoftuar se flotës ajrore të këtij inovacioni do t'i bashkohet së shpejti ky dron i ri, i konceptuar si prototip me aftësi të larta teknologjike. Sipas Aliut, prototipi i parë i skifterit Miga VTOL pritet të testohet gjatë 3 mujorit të tretë të vitit 2026 në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Një nga veçoritë kryesore të këtij droni është pajisja me lidhje Satcom C2, e cila mundson komandë dhe kontroll në distanca më të mëdha, duke rritur ndjeshëm kapacitetin operativ të misioneve ajrore. Aliu ka theksuar se përdorimi i plotë i kësaj teknologjie kërkon edhe aprovimin qeveritar për shkak të natyrës së avancuar të sistemit. Sipas specifikave teknike të publikuara, skifter Miga VTOL do të ketë kohë fluturimi deri në 6 orë, shpejtësi maksimale prej 150 km/h, kapacitet e ngarkese deri në 15 kg, rreze veprimi deri në 500 km, lartësi maksimale fluturimi 6000 metra dhe rol operacional për misione Swarm. Ky zhvillim vjen pa kohë pasi u publikuan pamje nga testimi i dronit skifteri K1, i cili sipas Aliut kishte një rreze veprimi deri në 1000 km. Testimi i tij është realizuar jashtë territorit të Kosovës, ndërsa drejtori i Future Minds Academy ka mohuar pretendimet se pamjet ishin të gjeneruara me inteligjencën artificiale, duke theksuar se goditja ishte reale. Inovacioni i rinisë sonë nuk duhet të mbetet i fshehur, ka shkruar Aliu, duke nënvizuar rëndësinë e mbështetjes dhe promovimit të leadershipit të ri në fushën e teknologjisë dhe aeronautikës. Zhvillimet e fundit rreth dronëve skifteri kanë ngjallur interes të madh publik dhe profesional, veçanërisht për potencialin që këto sisteme ofrojnë në fushën e mbrojtjes, sigurisë dhe teknologjive strategjike, duke e pozicionuar Kosovën në hartën e inovacioneve të avancuara rajonale. Tani jemi në showroomin Skifteri Drones në Gjelan, në të njëjtin showroom ku kryeministri jon e preu shiritin e inaugurimit. Studentët e Future Minds Academy dhe punëtorët e Skifterit nuk kanë të ndalur. Sot një javë e kem postu një video e cila e demonstron talentin e studentëve dhe punëtorëve tonë. E demonstron kapacitetin që kanë arritur këta studentë. Dhe kjo video është bërë një incizim nga njëri prej klientëve tonë jashtë Kosovës, dhe në këtë video droni skifteri K1, i cili ka një payload, ka marrë me veti 42 kg, ka vazhduar fluturimin përmes një rakete. Vetëm t'ja qartësojmë se ne për shkak demonstrimit nuk e kemi fillu dronin për disa minuta, ai ka qenë vetëm për shkak që të demonstrojmë se si duket prej larti, mirë po pastaj me raketë është nis dhe ka qëndruar në ajër mbi 7 orë. Natyrisht nuk ka shku një vije drejt, mirë po ai në ajër ka bërë disa cirkulime dhe me konkludimin ton ka vazhduar një rrugtim, një distancë mbi 1000 km, 1124 km. Dhe pastaj në fund ka goditur një objekt me precizitet maksimal. Sekuenca goditjes të projektit, të objektit, është prek me AI për shkak sigurie. Okay? Edhe e gjithë video është që të demonstrohet talenti dhe kapaciteti i punëtorëve tonë, studentëve tonë, klientëve dhe kandidatëve potencial që i kemi, sidomos nga Bashkimi Evropian. Kështu që ne jemi teje të gëzuar, sidomos edhe me inovacione tjera që po ndodhin. Kur gjo nuk është skifteri K1 se çfarë do t'i bashkangjitet flotës tonë ajrore. Do të bashkangjitet një produkt i ri, i cili quhet skifteri Miga VTOL. Ky produkt është në udhëheqjen e nipit të herojt ton kombëtar, Agim Ramadanit, vllaut ton të dashur Muhamet Hajrullah dhe partnerit ton në këtë udhëtim mallështor. Muhamet, a ke mundësi na tregosh për Miga VTOL? Miga VTOL është risia më e re e kompanisë Skifteri në bashkëpunim me kompanitë të tjera. Është prototipi i parë i krijuar në këtë madhësi në Kosovë me një gjerësi prej mbi 5 metër në krah dhe trup, i cili e ka mundësinë e kohës së fluturimit deri në 6 orë, ka një shpejtësi prej 150 km/h, pesh
prej 15 kg shkon në lartësi, ose po them kushtimisht largësi deri në 500 km, ndërsa në naltësi 6000 metër. Kamera mbaret prej porositësit. Roli i tij kryesor është komunikimi në koordinata mes produkteve tona, të thotë skifteri Miga Vitol, K1, FPV-ja dhe të tjerave të cilat jem vetë në përfundimet sipër, njëjtë edhe me Vitolin, është prototipi i parë i kësaj mallësie. Testuesi i saj është në prodhim sipër dhe sigurisht pasi të kaloj testimet e pranueshme prej nesh, do ta ekspozojmë opinionit publik, do të ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Ta kuptojnë të gjithë natyrën e kësaj, se është një industri e ndihshme dhe ne nuk kemi hapësirë të korrespondojmë sipas dëshirave të të tjerëve, por ne e përfaqësojmë kompanitë tona dhe ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Pas Miga Vitol do të vi edhe risia më e madhe e një produkti të pakrahasueshëm të skifterit, skifteri M1, për të cilat ne do t'ju ndajmë informacione në të ardhmen. Edhe sot e tutje një qerek shekulli pas jetojmë me shumë thonje të komandantit Agim Ramadanit. Njëra ndër to ishte kur pushkët bashkohen e kanë edhe krisma më të mirë. Andaj lusim rinin që të bashkohet në projekte të tona, në projekte inovative, robotike dhe të ndryshme në akademinë tonë së bashku me Ridvanin.